Data 19 gusht 1 Samuelit, kapitulli 11. Pastaj Amoniti Nahash shkoi të ngrej kampin kundër Jabeshit të Galaadit. Atëherë tërë ata të Jabeshit i thanë Nahashit: "Lidh aleancë me ne dhe ne do të shërbejmë." Amoniti Nahash ju përgjigj kështu: "Unë do të bëj aleancë me ju me këtë kusht: t'ju nxjerr syrin e djathtë të gjithëve për të poshtëruar tërë Izraelin." Pleqtë e Jabeshit i thanë: "Na jep 7 ditë kohë që të dërgojmë lajmëtar në tërë territorin e Izraelit, dhe në qoftë se nuk vjen asnjëri për të na shpëtuar, do të dorëzohemi në duart e tua." Kështu lajmëtarët arritën në Gibea të Saulit dhe i njoftuan këto fjalë para popullit. Atëherë tërë populli ngriti zërin dhe qau, ndërkaq Sauli po kthehej nga fshati pas qeve të tij. Dhe Sauli tha: "Çfarë ka populli që qan?" I njoftuan atëherë fjalët e njerëzve të Jabeshit. Me të dëgjuar këto fjalë, fryma e Perëndisë përfshiu Saulin, zemërimi i të cilit u rrit me të madhe. Ai mori një pend qesh, i preu qet cop dhe i dërgoi në të gjithë territorin e Izraelit me anë të lajmëtarëve duke thënë: "Kështu do të trajtohen qeta e atij që nuk do të ndjek Saulin dhe Samuelin." Të merri Zoti zuri popullin dhe ai u ngrit si një njeri i vetëm. Sauli i kaloi në revistë në Bezek dhe ishin 300.000 bitë e Izraelit dhe 30.000 burra të Judës. Pastaj u than lajmëtarëve që kishin ardhur: "Kështu do të thoni njerëzve të Jabeshit nga Galaadi: Nesër kur dielli të fillojë të ngrohë, do të çliroheni." Lajmëtarët shkuan të njoftojnë këtë njerëzve të Jabeshit, të cilët u gëzuan. Atëherë njerëzit e Jabeshit u thanë Amonitëve: "Nesër do të vim tek ju dhe do të bëni ç'të doni me ne." Të nesërmen Sauli u ndau popullin në 3 grupe, të cilët hynë në mes të kampit armik para mëngjesit dhe i grinë Amonitët deri në zhek të ditës. Ata që shpëtuan u shpërndan dhe nuk mbeten as 2 veta bashk. Populli i tha atëherë Samuelit: "Kush ka thënë a duhet të mbretëroj Sauli mbi ne? Na jepni këta njerëz dhe ne do t'i vrasim." Por Sauli u përgjigj: "Asnjëri nuk do të vritet në këtë ditë, sepse sot Zoti ka realizuar një çlirim të madh në Izrael." Pastaj Samueli i tha popullit: "Ejani shkojmë në Gilgal dhe aty ta përtërim mbretërinë." Kështu tërë populli shkoi në Gilgal dhe aty përpara Zotit në Gilgal e caktuan Saulin mbret. Aty përpara Zotit ofruan flijim e falënderimi, dhe po aty Sauli dhe tërë njerëzit e Izraelit u gëzuan shumë. Romakëve, kapitulli 9. Unë them të vërtetën në Krishtin, nuk gënjej. Dhe ndërgjegja ime me anë të frymës së shenjtë jep dëshmi bashkë me mua. Kam një trishtim të madh dhe një dhëmje të vazhdueshme në zemrën time, sepse do të doja të isha vetë i mallkuar, i ndar nga Krishti për vëllezërit e mi, për farefisin tim sipas mishit, të cilët janë izraelit, dhe atyre u përket birëria dhe lavdia dhe beslidhjet dhe shpallja e ligjit dhe shërbesa e Perëndisë dhe premtimet. Të tyret janë edhe etrit, për të cilëve rrjedh sipas mishit Krishti, i cili është përmbi çdo gjë Perëndi i bekuar për jetë. Amen. Por kjo nuk do të thotë se fjala e Perëndisë ra poshtë, sepse jo të gjithë që janë nga Izraeli janë Izrael. As sepse janë pasardhës të Abrahamit janë të gjithë bi, por në Isakun do të quhet pasardhja jote. Do të thotë nuk janë bitë e Perëndisë ata që lindin prej mishi, por bitë e premtimit llogariten si pasardhës. Sepse kjo është fjala e premtimit: "Në këtë kohë unë do të vi dhe Sara do të ketë birë." Dhe jo vetëm kaq, por edhe Rebeka mbeti shtatzan nga një burr, Isaku, ati ynë, sepse para se të lindin fëmijët dhe para se të bënin ndonjë të mirë atë keqe, që të mbete i patundur qëllimi i Perëndisë për të zgjedhur jo sipas veprave, po prej atij që thërret, ju tha asaj: "Më i madhi do t'i shërbej më të voglit." Siç është shkruar: "Jakobin e desha, por Ezaun e urreva." Çfarë të themi pra? Mos ka padrejtësi te Perëndia? Kurrë mos qoftë. Sepse ai thot Mojsiut: "Do të kem mëshirë për atë që do të kem mëshirë, dhe do të kem dhe mëshuri për atë që do të kem dhe mëshuri." Kështu pra, nuk varet as prej atij që do, as prej atij që vrapon, por nga Perëndia që ka mëshirë. Sepse shkrimi i thot Faraonit: "Pikërisht për këtë gjë të ngrita, që të tregoj te ti fuqinë time dhe që të shpallet emri im mbi mbar dheun." Kështu pra, ai ka mëshirë për atë që do dhe e ngurtëson atë që do. Ti do të më thuash pra: "Pse ende më qorton? Kush në fakt mund t'i rezistoj vullnetit të tij?" Po kush je ti o njeri që i kundër përgjigjesh Perëndisë? A mund t'i thot ena mjeshtrit përse më bëre kështu? A nuk ka vallë pushtet poçari mbi argjilen për të bërë nga apo ai brum një enë për nderim dhe një tjetër për çnderim?
Dhe çfarë të thuash nëse Perëndia duke dashur të tregojë zemërimin e tij dhe të bëjë të njohur autoritetin e tij, duroi me shumë zemërgjerësi enët e zemërimit që qenë bërë për prishje, dhe që të bëjë të njohur pasurinë e lavdisë së tij ndaj enëve të mëshirës, të cilat i përgatiti për lavdi mbi ne, që edhe na thirri jo vetëm nga judejt, por edhe nga kombet? Ashtu si thotë edhe në Osean, unë do të quaj popullin tim atë që s'ka qenë populli im, dhe të dashur të mos dashurën. Dhe do të ndodhë që atje ku është thënë atyre ju nuk jeni populli im, atje do të quhen bijtë të Perëndisë së gjallë. Por Isaia bërtet për Izraelin, edhe sikur të ishte numri i bijve të Izraelit si rëra e detit, vetëm mbetja e tij do të shpëtohet, sepse do të mbarojë e do të shkurtojë llogarinë me drejtësinë, sepse Zoti do të bëjë llogari të shkurtuar mbi dheun. Dhe ashtu si profetizoi Isaia, në qoftë se Zoti i ushtrive nuk do të na kishte lënë pasardhës, do të ishim bërë si Sodoma dhe do të kishim ngjarë Gomorës. Çfarë të themi pra? Se kombet që nuk e ndoqën drejtësinë e arritën drejtësinë, bile atë drejtësi që vjen nga besimi, ndërsa Izraeli që ndoqi ligjin e drejtësisë nuk arriti në ligjin e drejtësisë. Përse? Sepse e kërkoi jo prej besimit, por si të ishte me anë të veprave të ligjit, sepse u penguan në gurin e pengesës, ashtu siç është shkruar. Ja, unë po vë në Sion një gur pengese dhe një shkëmb skandali, dhe kushdo që i beson atij nuk do të turpërohet. Jeremia, kapitulli 48. Kundër Moabit, kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit: Mirë nebi, sepse u shkatërua. Kirjathaimi është mbuluar nga turpi, është pushtuar. Kështjella është mbuluar nga turpi dhe është e trondhitur. Lavdia e Moabit nuk është më. Në Heshbon kurdisin të keqen kundër tij duke thënë: Ejani dhe ta shkatërrojmë në mënyrë që të mos jetë më një komb. Edhe ti o madmen do të shkatërrohesh, shpata do të të ndjek. Një zë që kërkon ndihmë do të dalë nga Horonaimi, shkatërim dhe rënim i thellë. Moabi është coptuar, të vegjlit e tij bëjnë që të dëgjohet zëri i tyre. Mbi të përpjetën e Luhithit po ngjiten duke qarë në hidhërim, ndërsa në tatëpjetën e Horonaimi dëgjohet zëri plot ankthi i Sfatës. Ikni, shpëtoni jetën tuaj dhe bëhuni si një marinë në shkret të tir. Duke qenë se ke pasur besim në veprat e tua dhe në thesaret e tua, edhe ti do të kapesh. Dhe Kemoshi do të shkojë në robëri bashkë me priftrin dhe princat e tij. Shkatëruesi do të vijë kundër të gjitha qyteteve dhe asnjë qytet nuk do të shpëtojë. Lugina do të zhduket dhe fusha do të shkatërrohet, ashtu si ka thënë Zoti. I jepni krah Moabit që të mund të fluturojë tutje. Qytetet e tij do të bëhen të shkreta dhe askush nuk do të banojë në to. Mallkuar qoftë ai që kryen veprën e Zotit shkel e shko, mallkuar qoftë ai që e pengon shpatën e tij të derdh gjak. Moabi ka qenë i qetë qysh në moshë të re, duke pushuar mbi llumin e tij dhe nuk ka kaluar nga një enë në enën tjetër dhe as që ka shkuar në robëri. Prandaj i ka mbetur shija e atij dhe parfumi i tij nuk ka psuar ndryshime. Prandaj ja do të vinë ditët, thot Zoti, në të cilat do t'i dërgoj disa njerëz që do t'i toqitin enët, do t'i zbrazin enët e tij dhe do t'i thyen anforat e tij. Atëherë Moabi do t'i vit turp nga Kemoshi, ashtu si shtëpia e Izraelit u turpëruar nga Betheli, tek i cili kishte pasur besim. Si mund të thoni ne jemi burra të fortë dhe trima për betejën? Moabi është shkatruar, qytetet e tij po nxjerrin tym dhe të rinjtë e tyre më të mirë zbresin në Kasaphan, thot mbreti, emri i të cilit është Zoti i ushtrive. Gjëma e Moabit është tashmë e afërt dhe kobi po i vjen me hapa të shpejt. Mbani zi për të gjithë ju që e rrethoni dhe gjithë ju që njihni emrin e tij, thoni: si u thye ai skeptër i fortë, ai bastun i mrekullueshëm. O bi që banon në Dibon, zbrit nga lavdia jote dhe ulu në tokën e zhuritur, sepse shkatërruesi Moabit ka dalë kundër teje, ka shkatëruar kështjellat e tua. O ti që banon në Aroer, ndalu gjatë rrugës dhe shiko, merr në pyetje i Kanakun dhe ato që po iken dhe pyet: çfarë ka ndodhur? Moabi është mbuluar me turp sepse është thyer. Rënkoni dhe bërtisni, njoftoni mbi Arnonin që Moabi është shkatruar. Një ndëshkim erdhi mbi krahinën e fushës, mbi Holon, mbi Ahacin dhe mbi Mefathin, mbi Dibonin, Nebon dhe mbi Beth Diplathaimin, mbi Kirjathaimin, Beth Gamulin dhe Beth Meon, mbi Keriothin, Bocrahun dhe mbi tërë qytetet e vendit të Moabit, të largta dhe të afërta. Priri i Moabit është shprehur dhe krahu i tij është coptuar, thot Zoti. Teheni sepse është ngritur kundër Zotit. Moabi do të vërtitet në të vjellat e tij dhe do të bëhet edhe ai objekt talljeje. Izraeli vallë nuk ka qenë për ty një objekt talljeje?
Mos u gjet vallë midis hajdutëve, sepse sa herë që ti flet për të, ti po tund kokën. Praktisni qytetet dhe shkoni të banoni në shkëmb o banor të Moabit dhe bëhuni si pëllumbesha që bën folen e saj në faqen e një gremine. Kemi dëgjuar krenarinë e Moabit, jashtëzakonisht krenar, fodullëkun e tij, krenetësitë e tij, arrogancën e tij dhe mendje madhësinë e zemrës së tij. Unë e njoh tërbimin e tij, thot Zoti, që nuk ka përmbajtje, të mburrurit e tij që nuk nxori asgjë. Prandaj, unë po ngrej një vajtim mbi Moabin dhe do të lëshoj britma në përgjith Moabin, do të vajtohet për burrat e Kir Heresit. O vreshte si Bmahut, unë shaj për ty ashtu si shahet për Jazerin, sharmendet e tua kanë arritur mata në detit, arrinin deri në detin e Jezerit. Shkatëruesi i tij është sulur mbi frytet e tua verore dhe mbi rrushin që do vilej. Gëzimi dhe hareja janë zhdukur nga fusha pjellore dhe nga vendi i Moabit. Bëra që të zhduket vera nga butet, askush nuk shtryt më rrushin me britma gëzimi, britmat e tyre nuk janë me britma gëzimi. Për shkak të britmës së Heshbonit, zëri i tyre u dëgjua deri në Leale dhe në Jehac, nga Coari deri në Horonaim, ashtu si një lop 3 vjeçare. Ujrat e nimrimit madje u bën një shkreti. Unë do të fik në Moab, thot Zoti, atë që ofron flijime mbi vendet e larta dhe atë që u djeg të mjan perëndive të tij. Prandaj, zemra ime për Moabin do të qaj si fyejt. Zemra ime do të qaj si fyejt për burrat e Kir Heresit, sepse pasuria që kanë fituar ka humbur, sepse çdo kokë do të rruhet, çdo mjekër do të pritet, mbi të gjitha duart do të ketë të prera dhe mbi ijet do të jetë thesi. Mbi të gjitha çatit e Moabit dhe në sheshet e tij s'ka vetë se vajtim, sepse unë e kam bërë cop Moabin si një enë që nuk ka më vlerë, thot Zoti. Do të vajtojnë duke thënë, si u thye, si ka kthyer Moabi paturpsisht kurrizin, si është bërë Moabi tallja dhe frika e atyre që i rrin rrotull. Sepse kështu thot Zoti, ja ai do të nis fluturimin si një shqiponjë dhe do t'i hap krahët e tij në drejtim të Moabit. Keriothi u pushtua, fortesat janë zënë dhe zemrat e trimave të Moabit në atë ditë do të jenë si zemra një gruaje në dhëmbjet e lindjes. Moabi do të shkatërrohet, nuk do të jetë më popull sepse është ngritur kundër Zotit. Frika, gropa, laku të kërcënojnë o banori Moabit, thot Zoti. Kush shiken përpara frikës do të bjerë në grop dhe kush del nga gropa do të kapet në lak, sepse unë do të sjell mbi të, mbi Moabin, vitin e ndëshkimit të tij, thot Zoti. Në hijen e Heshbonit ndalet të kapitur i Kanakët, por një zjarr del nga Heshboni dhe një flak nga mesi i Sihonit që përpin anët e Moabit dhe pjesën e sipërme të kokës së njerëzve kryengritës. Mirë ti o Moab, populli i Kemoshit është i humbur, sepse bitet tu janë çuar në robëri dhe bijat e tua në mërgim. Por unë do të kthej Moabin nga robëria gjatë ditëve të fundit, thot Zoti. Deri këtu gjykim mbi Moabin. Psalmi 25. Te ti o Zot e lartoj shpirtin tim. O Perëndia im, kam besim te ti. Bëj që të mos mbetemi zhgënjur dhe që armiqtë e mi të mos triumfojnë mbi mua. Po, bëj që asnjë nga ata që kanë besim te ti të mos zhgënjehet. U turpërofshin ata që sillen pabesisht pa shkak. O Zot, më trego rrugët e tua. Më mëso shtigjet e tua. Më udhhiq në të vërtetën tënde dhe më mëso, sepse ti e Perëndia i shpëtimit tim. Unë shpresoj shumë te ti gjatë gjithë ditës. Kujto o Zot mëshirën tënde dhe mirësinë tënde, sepse janë të përhershme. Mos i kujto mëkatet e rinisë sime, as shkeljet e mia, por në dashamirësinë tënde më kujto o Zot për hir të mirësisë sate. Zoti është i mirë dhe i drejtë. Prandaj ai do të mësoj rrugën mëkatarëve. Ai do të udhëheq njerëzit zemërbut në drejtësi dhe do të mësoj të përulur rrugën e tij. Të gjitha rrugët e Zotit janë mirësi dhe vërtetësi për ata që respektojnë beslidhjen e tij dhe porositë e tij. Për hir të emrit tënd, o Zot, fale pa udhësinë time, sepse ajo është e madhe. Kush është njeriu që ka frikë nga Zoti? Ai do t'i tregojë rrugën që duhet të zgjedhë. Ai do të jetojë në bollëk dhe pasardhësit e tij do të trashëgojnë tokën. Sekreti i Zotit u tregohet atyre që kanë frikë prej tij, dhe ai u bën të njohur atyre beslidhjen e tij. Sytë e mi drejtohen vazhdimisht te Zoti, sepse ai do të më nxjerrë këmbët nga rrjeta. Kthehu nga unë dhe ki mëshirë për mua, sepse jam vetëm dhe i dëshpëruar. Ankthet e zemrës sime janë shtuar, më çliro nga fatkeqësitë e mia. Shiko pikëllimin tim dhe ankthin tim dhe fali të gjitha mëkatet e mia.
Këshyr armiqtë e mi, sepse janë të shumë dhe më urrejnë me një urrëtie plot dhunë. Ruaja jetën time dhe më çliro. Bëj që të mos jemi përshtjelluar, sepse unë po gjej stret e ti. Pastërtia dhe ndershmëria më mbrofshin, sepse unë shpresoj te ti. O Perëndi, shpengoja Izraelin nga të gjitha mundimet e ti.